Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Edhe pse u ekstradua përsëri shfaqet live në TikTok, zbulohet mashtrimi pas videove të Klevios. Reperi i njohur Klevio Lametaj, i njohur në publik si Klevio Serbiano, është ekstraduar nga Dubai në Shqipëri pas një operacioni të përbashkët mes autoriteteve shqiptare dhe atyre ndërkombëtare. Ai akuzohet për disa vepra penale, mes të cilave është përndjekje e familjes së Nojzit dhe thyrje masës së sigurisë. Aktualisht ndodhet në Tiranë në masa të forta sigurie. Por ajo që ka ndezur më shumë debat në rrjetet sociale është fakti që Klevio ka vazhduar të shfaqet live në TikTok edhe pasi është ekstraduar. Në disa video të fundit që qarkullojnë në platformë, reperi shihet duke folur si në kohë reale, gjë që ka bërë shumë ndjekës të pyesin: si ka mundësi të jetë live nga Dubai nëse është në Shqipëri? Disa fansa besojnë se Klevio po transmetor fshehurazi, ndërsa të tjerë janë të bindur se videot janë të regjistruara më herët dhe të planifikuara për publikimin automatik nga ekipi i tij. Një detaj që i ka zbuluar këto transmetime të dyshimta është ora në ekran, e cila nuk përputhet me orën lokale të Dubait apo të Shqipërisë. Ky fakt ka bërë që shumë ta quajnë këtë një strategji marketingu të parapërgatitur për të ruajtur imazhin e tij aktiv edhe gjatë periudhës së paraburgimit.